errësirë, një yll shndriti fuqishëm për të treguar se lindi shpresa. Kur bota vuante në pranga dhe robëri, një grash dhe një stall do të mbarte çelësin e lirisë. Atje, ku askush nuk e mendonte, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Një yll udhërofyes, një grasht për ulësie, një shpresë e fituar. Gjatë gjithë muajit dhjetor, përjetimi i Krishtlindjes në Radio Emanuel. Atje, ku askush nuk e mendonte, Kur bota ndej në errësirë, Kur bota vuante në pranga dhe robëri, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në ditën e sotme dhe në këto moment është bashkuar i ftuar i për sot. Unë e kam cilësuar dhe në hyrje të puntatës i ftuar special sepse jemi në një ditë shumë të veçantë në vigjilje të Krishtlindjes. Albert Çepi, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme. Përshëndetje Kela, përshëndetje të gjithë dëgjuesve, është kënaqësi edhe për mua që të jem me juve edhe faleminderit shumë për ftesën. Dhe unë falenderoj për kohën që gjete për qenë pjesë e programit Muzik Plus në një ditë të veçantë sikurse është dita e sotme 24 dhjetor. Prandaj para se të ndalemi tek tema të ndryshme që ne do të trajtojmë së bashku për gjatë bisedës në studio, më trego pak si ke kaluar për gjatë kësaj kohe, çfarë domethënie ka për ty personalisht Krishtlindja dhe nga ana tjetër si ka ndikuar mesazhi i lindjes së Krishtit në jetën, por dhe në shërbesën që ti me bashkëshorten tënde Jonën ke ndër vite. E nisë shumë mirë që gjë më të çmuar që neve mund të ofrojmë në fakt është koha jonë. Dhe është ajo e cila fakt sistemin e kalon edhe nuk kthehet më pas. Dhe për mua nëse mendojmë për Krishtlindjen, gjë më të çmuar në fakt që Perëndia ka treguar ndaj nesh që ai ka dhënë nga koha e tij. Por vetëm kaq, po Perëndia ka dhënë jo vetëm nga koha e tij, por ka dhënë edhe nga vetja e tij, sepse Krishtlindja si edhe nga vetë fjala Krishtlindja, për lindja e Krishtit, tregon që Perëndia në faktikisht bëri dhuratën e tij të madhe për çdo njeri në fakt, duke u mishëruar. Neve kur lexojmë në Ungjit, sidomos Gjoni në Ungjillin e tij thotë që Perëndia u bë mish edhe e banoi ndër ne, edhe ne thotë sot ditë por ne pam lavdinë e tij duke folur për Jezusin si lavdia e të vetëm lindur prej Atit plot hir edhe të vërtet. Kështu që Krishtlindja në fakt për mua është dhurata e Perëndisë, është të kujtosh që Perëndia na ka dhënë sikurse nisa jo vetëm kohën e tij, por na ka dhënë nga vetja e tij, dërgoi birin e tij. Edhe më vjen në mendje edhe një citim fakt që vjen nga profeti Isaia kur thotë që populli që ecte në errësirë si një profeci për ardhmën e Krishtit, thotë që pa një dritë të madhe. Edhe ndërsa ne për Krishtlindje kemi zakon apo tradita që ndërtojmë pemën apo zbukurojmë me drita gjithandej. Ke drita po edhe në qytet. Kudo, po edhe qyteti është i mbushur me drita dhe drita në fakt është diçka e mirë, shumë pozitive. Por akoma më shumë kjo dritë është shumë e madhe, shumë kur ajo ndodhet në zemrën tënde, në zemrën time, kur ndodhet në zemrën e një individi, sepse Perëndia na thotë në Bibël që Perëndia është dritë, edhe duke ecur në të, duke ecur në dritën e tij, neve kemi shpresë dhe kemi jetë. Si e përshkruan kuptimin e vërtetë të Krishtlindjes nga një perspektivë shpirtërore dhe patjetër më biblike? Nga ana shpirtërore, mesazhi i lindjes Krishtit të kthen fakt tek ideja e përullësisë. Kur mendon sikurse nisa, kur mendon për Perëndin, Perëndia është i pa kushtëzuar, është i plot fuqishëm, është i gjithdijshëm, i kudo ndodhur, por në një moment të caktuar në histori, Perëndia zgjodhi, Perëndia vendosi që të
kushtëzoj, nëse më ta them në këtë mënyrë, për të marrë trajt të kufizuar, për marrë trajt njerëzore, për të ardhur edhe mënyra se si Krishti ka lindur, se si Krishti ka ardhur, kur mendojmë pak Krishti si i zgjedhur, i vajosur, si biri i Perëndis, mbretëror, Perëndia është mbreti i mbretërve. Edhe nëse do të mendojmë nga ana fizike, neve si njerëz duam, si prindër, duam më të mirën për fëmijët tanë. Madje nuk e di nëse edhe ju vetë bëjmë për teja asaj që ne mundemi, patjetër. Edhe nuk e di nëse edhe ju vetë keni menduar, apo edhe çdo njeri prej nesh që është duke na dëgjuar tani, nëse ka menduar, nëse ka qenë duke u bërë prind, apo ndërsa do të mendonte për lindjen e fëmijës së tij apo të saj, mendojmë kush është spitali më i mirë, kush është mjeku më i mirë, mamia më e mirë, infermierja më e mirë, apo mendojmë çdo gjë, rroba të mirë, gjithçka që të jetë sa më e mirë, sa më e pastër, sa më e çmuar, me ato mundësi që ne kemi, dhe mendojmë më të mirën. Kur mendojmë për Perëndin, Perëndia në fakt tregoj për ulësinë e tij, sa lejoj që kur neve dim, kur ne lexojmë historinë e lindjes së Krishtit, ne dim që ai ka lindur në një grasht, jo në një pallat mbretëror. Perëndia pra zgjodhi për ulësinë, për të sjellë birin e tij, për treguar që në fakt thjeshtësia është ajo gjëja më e madhe, edhe pse ne shpesh kërkojmë gjëra të mëdha dhe çmuara së jashtmi. Perëndia ka treguar për ulësinë, edhe gjëja më e madhe që ne mundem të bëjmë është të jetojmë në këtë, të jetojmë duke treguar me fjalët tona, me veprat tona këtë lloj për ulësie që Perëndia ka treguar duke ofruar birin e tij dhe duke lejuar që ai të lindte në atë mënyrë të thjeshtë, pra në një grasht, por në mënyrë shumë të çmuar. Kam një pyetje që mendoj është shumë e rëndësishme për të trajtuar për gjithë ata që janë duke na ndjekur, edhe sidomos për ata persona që nuk janë besimtar. Cili është mesazhi kryesor që Bibla na përcjell përmes lindjes së Jezus Krishtit dhe pse ai mbetet aktual edhe sot që ne jemi duke folur? Kur mendojmë për pjesën e lindjes, në fakt edhe dikush, nuk e di tani autorin, por një autor ka thënë që çdo fëmijë që lind tregon që Perëndia nuk ka hequr dorë akoma nga bota. Është një shpresë për botën. Por akoma më shumë specifikisht duke folur për lindjen e Jezusit, për lindjen e Krishtit, ai është faktikisht shpresa më e madhe, sepse gjithçka që lidhet me të, janë rreth, nëse do të shkoni të studioni Biblën, janë rreth mbi 400 profeci që flasin për lindjen e Jezusit dhe që janë të plotësuara vetëm në personin e Jezu Krishtit. Pra, profecitë të shkruara se Krishti ka lindur në shekullin e parë, të shkruara 6-7 shekuj përpara së lindjes së Krishtit, apo edhe më shumë se sa aq. Pra, qindra vite më parë janë thënë që si do të lindte, ku do të lindte, kush do të vizitonte dhe shumë gjëra të tjera që lidhen me të, edhe të gjitha ato plotësohen vetëm në Krishtin. Dhe vetëm kaq, por kur mendojmë për lindjen e tij nga një virgjëresh, ashtu sikur ishte para thënë fakt që në librin e parë të Biblës, që në Zanafill na thotë kur Adami dhe Eva mëkatuan duke mos ju bindur urdhrimit të Perëndis, edhe sollën mëkatin në botë, Perëndia premton që me anë të farës së gruas do të sillte ato që do të shtypte në mënyrë simbolike kokën e gjarprit. Edhe kur mendojmë për lindjen e Jezusit nga një virgjëresh, kjo është një tjetër profeci që është përmbushur në Krishtin, sepse na thuhet kur engjëlli Gabrieli u shfaq Marias, edhe i tha që ajo do të lindë një djalë që do të quhej Emanuel, pra Perëndia, vetë kuptimi dhe i emrit që Perëndia me ne, edhe është ai i cili thotë që do të ofrojë shpëtim për gjithë popullin. Janë të gjitha të plotësuara në të. Edhe vetë Jezusi me lindjen e tij, me jetën e tij, mund të flasim edhe tjetër akoma më shumë, por me jetën edhe vdekjen e tij, Jezusi tregoi edhe me ringjalljen e tij, tregoi që ai erdhi për na dhënë një shpresë të gjallë. Erdhi për na treguar që duke i besuar atij, duke jetuar një jetë që është e lidhur me të, ne mund të kemi shpresë. Ne duke ecur në dritën e tij, ne kemi dritë. Por nga ana tjetër, si mund ta lidhim mesazhin e Krishtlindjes edhe me realitetin në cilin ne jetojmë në përditshmëri, me sfidat, me dhimbjet, me humbjet e ndryshme që kemi? Sepse është shumë e rëndësishme kjo që ne të qëndrojmë të fortë në Krishtin për te gjithçkaje. Krishti na mëson fakt që Perëndia është pranishëm në çdo realitet të jetës tonë. Edhe vetë lindja e Krishtit erdhi në kohën kur u mbush koha. Thot Bibla. Në kuptimin që ne presim ndonjëherë gjërat të ndodhin në kohën tonë njerëzore, apo atëherë kur ne i duam që të ndodhin,
Por nga kanë tjetër duhet jemi të vetëdijshëm edhe të ndërgjegjshëm që realisht duke qenë se Perëndia është sovran, ai ka kohë më të mirë kur ai i lejon, çfarë lejon, kur i lejon të ndodhin gjërat edhe se si ai i bën gjërat. Dhe gjëja më mirë që ne mund të bëjmë si njerëz është që ti besojmë atij edhe të sinkronizohemi, nëse mund ta them në këtë mënyrë, pra me kohën e Perëndisë. Patjetër në përditshmërinë tonë ne kalojmë shumë sfida, kalojmë shumë shqetësime, probleme, madje edhe tani nëse jemi duke folur dhe për këtë sezon, që ne quhet sezoni Krishtlindjes, ne jemi shumë të ngarkuar me ngjarje, me aktivitete, me shërbesa, me punë, madje akoma më shumë sidomos edhe nanat me të gjithë përgatitjet për festën, qoftë për Krishtlindjen apo edhe familja, fëmijët, dhuratat. Po, shumë gjëra. Ndonjëherë fokusohemi më shumë tek këto sesa tek ato gjëra që vërtet kanë rëndësi. Edhe këtë do thoja realisht që madje edhe vetë Jezusi në një nga ngjarjet që ne lexojmë në Ungjillin e Gjonit dhe në Bibël, Jezusi në një moment tregoi që ishte bashkë shkon për vizitë tek një familje që kishte për zemër, tek Lazari, që ishte miku i tij, edhe Maria dhe Marta, që ishin motrat e Lazarit. Dhe në një moment e gjejmë që Marta ishte duke u marrë me punën e shtëpisë, që nuk është diçka e keqe, por ajo ishte duke fokusuar, duhet pastruar shtëpia, duhet bërë gjella, duhet bërë përgatitje, duhet bërë kjo, ajo, e gjithë që lidhen me të. Ndërkohë Maria çfarë bën? Shkon dhe ulet në këmbët e Jezusit duke dëgjuar atë. Dhe në moment në gjithë atë angarinë, me gjithë atë lodhen që Marta apo ndoshta stresin që Marta po kishte duke bërë vetëm punët, i thot Jezusit, po nuk e shikon, thuaj që Maria se të vi edhe ajo të më ndihmojë me punën që kam për të bërë. Dhe Jezusi i thotë që shiko, ajo ka zgjedhur gjë të rëndësishme që të dëgjoj. Dhe gjë e rëndësishme që neve ndoshta mund të bëjmë përtej po e quajnë thonjza kaosit të festave, të organizimeve, të festimeve të ndryshme që ne duam të bëjmë, është të kthejmë syt tek thjeshtësia edhe të kthejmë syt tek Jezusi. Sepse ajo është në fund ditës, ai është autori i kësaj feste. Ai është ai i cili personi që pse ne po e bëjmë këtë festë. Arsyeja e festës. Për shembull, kur ne festojmë ditëlindjen e tonë apo të personit tjetër, personi kryefjal është personi që ka është ai në qendër. Po, është ai në qendër, po. Edhe ne ndonjëherë kur festojmë Krishtlindjen në përgjithësi i them, ndonjëherë merremi me çdo gjë tjetër, por duke harruar gjë më të rëndësishme, duke harruar vërtet Krishtin, për të uruar, nëse do të them në mënyrë, për të uruar Krishtin, për të kujtuar Krishtin, për të festuar Krishtin. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të zhvilluar këtë bisedë shumë të veçantë në ditën e sotme. Në këtë vigjilje të Krishtlindjes, data është 24 dhjetor dhe unë jam në një bisedë me Albert Çepin, por në këtë momente ju ftoj të ndiqni këngën Unë hy në vendin shumë të shenjtë nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Në vendin shumë të shenjtë, unë hy përmes gjaku të qengjit, unë hy ta duroj vetëm ty Zot, unë hy të nderoj, unë jam i Zotë.
vendin shumë të shenjtë është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të ndalur sërish me Bertin tek tema që ne jemi duke trajtuar në ditën e sotme dhe unë pëlqej gjithmonë që përmes intervistave, përmes pyetjeve të mbetem edhe në këtë periudhë krishtlindjeje, përpos historisë dhe atë që Bibla na thotë, të mbetemi gjithmonë edhe më tepër aktual për të përcjellë mesazhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Prandaj, duke qenë se ne jetojmë në një botë gjithnjë dhe më tepër të zhurmshme, materialiste, për fat të keq, si mund ta ruajmë fokusin tek thelbi shpirtëror i krishtlindjes? Faleminderit për të pyetje, fatikisht është një pyetje shumë e mirë edhe që është shumë e rëndësishme për ta menduar sidomos në këtë periudhë që jemi në kujtimin e lindjes së Jezusit. Në të nisja me çfarë na thot Bibla tek një varg në Psalmi kapitulli 46, Psalmi 46 vargu 10, ku autori thotë që ndaloni edhe pranoni që jam Perëndi. Edhe sikurse ne po flisim pak më parë ku midis gjithë shumë gjërave që ne duam të bëjmë këtë blerje, rregullime, gatime, festime, shumë gjëra të tjera, gjëra kryesore që në radhë parë të kemi një moment kur të ndalojmë gjithçka në një qetësi, edhe të shikojmë brenda duke shikuar lart. Të ndalojmë të kuptojmë vërtet kush është domethënia e kësaj feste, kush është domethënia e lindjes së Krishtit dhe çfarë kuptimi ka realisht për mua lindja e Krishtit. Sepse madje edhe para rreth një jave duke folur edhe me një grup me disa miq po flisim që edhe disa mendojnë që do të festojnë Krishtlindjen apo lindjen e Krishtit duke shkuar në një party, në një festë, duke kërcyer, duke kënduar, duke bërë shumë gjëra të tjera jashtë dhe ti mendon, a është kjo vërtet kuptimi i festimit të lindjes së Krishtit? Kështu autori i psalmeve na kujton që në radhë parë ne duhet të ndalojmë ritmin e shpejtë, të gjithë gjërat e jashtme që do të bëjmë dhe të kthehemi tek pjesa shpirtërore. Të mendojmë që vërtet çfarë dëshiron Perëndia të bëjë. Perëndia nga një ran, Perëndia na ka dhënë dhuratën e tij. Me lindjen e Krishtit, Krishti është dhurata për gjithë botën. Dhurata më e mirë, dhurata më e mrekullueshme. Së dyti, duke qenë falënderues për dhuratën që Perëndia na ka dhënë, edhe të kushtojmë kohë Perëndis, së dyti është e rëndësishme është edhe pjesa e adhurimit. Pra të qenë të vetëdijshëm duke adhuruar Perëndin. Një autor i mirënjohur krishterë, C.S. Lewis, ka shkruar që ndërsa ne adhurojmë, ne zbulojmë se po marrim më shumë se sa po japim. Në adhurim ne mendojmë që ne po adhurojmë, po japim Perëndis, por në fakt kur ne adhurojmë Perëndin, kur ne dorëzohemi duke qenë të sinkronizuar, të lidhur me Perëndin, aty në lidhjen me të neve mbushemi akoma më shumë. Mbushemi në aspektin shpirtëror. Ndonjëherë më shumë nga sa ne mund ta mendojmë. Po, dhe kjo është gjë më e mrekullueshme ndërsa ne adhurojmë Perëndin. Dhe adhurimi është vendos pastaj vëmendjen tonë nga gjërat e jashtme, nga blerjet apo nga çdo gjë materiale, duke kthyer tek pjesa që është më e rëndësishme, tek pjesa tek Zoti dhe tek gjëra shpirtërore. Dhe së treti, ndoshta rruga e tretë do thoja që është edhe të ofruarit me bujari. Ne në Krishtlindjen e kujtojmë që Perëndia ka dhënë dhuratën e tij, edhe shpesh ne vendajmë dhe dhurata me familjarët, me miqt, me të dashurit, me njëri tjetrin, po më shumë se sa të marrit të dhuratave, që të presim çfarë do marrim, të mendojmë edhe çfarë do të japim. Sepse duke dhënë, madje është edhe një tjetër parim biblik, ka më shumë gëzim të japësh, ka thënë Jezusi, sesa të marrësh. Kështu që nësa unë edhe ti, nësa ne së bashku kemi të lidhur akoma më shumë me Perëndin, ne kemi përzbuluar edhe të parim të gëzimit, të gëzimit të bujarisë, pra të gëzohesh duke dhënë. Sepse Perëndia gëzoi ndërsa ai dha, edhe ne mund të jemi në imazhin e tij, në shëmbëtyrën e tij, nësa neve ecim në rrugët e Perëndisë. Edhe në këtë pyetje që kam në këtë momente do të vazhdojmë të ndalemi sërish tek adhurimi, një aspekt shumë i rëndësishëm që e prek edhe pak më sipër Berti. Si mendon që shërbesat dhe adhurimi në këtë Krishtlindje ndihmojnë besimtarët, pse jo, të përjetojnë më thellë dashurinë dhe praninë e Perëndis? Ndoshta edhe diçka konkrete që ju në këtë periudhë keni realizuar me besimtarët në kishën tuaj? Adhurimi në fakt është realisht lidhja që neve bëjmë me Perëndin. Në adhurim sikurse po thoj pak më parë, kur ne ndalojmë duke hedhur fokusin nga gjërat e jashtme, duke u fokusuar së brendshmi tek Perëndia, në adhurim ne ndonjëherë nuk e mendojmë ashtu sikurse duhet apo sa duhet, por realisht në çdo këngë që neve këndojmë, neve jemi duke
duke ndikuar në shpirtin tonë, jemi duke ndikuar në mënyrë edhe të panërgjeshme ndonjëherë në neuronet tona, në trurin tonë, në zemrën tonë, pra në gjithë qenien tonë të brendshme. Edhe duke thënë këtë, unë duhet t'ju nxjisni me këtë gjë tjetër që është e rëndësishme që të mendojmë se çfarë neve këngësh këndojmë. Ndonjëherë ne mund të këndojmë këngë të ndryshme që ndoshta mund të mos kenë lidhje fare ndonjëherë dhe me besimin, po mendojmë pak për mesazhin e tyre këngëve, çfarë mesazhi japin ato këngë që neve këndojmë. Mund të jenë ndonjëherë këngë dhe themi sekulare apo këngë të me natyrë pra jo fetare, jo biblike. Edhe çdo këngë realisht ka një lloj biti, ka një lloj ritmi, ka diçka, ka një nxitje që të jep. Akoma më shumë kur ne mendojmë për të adhuruar të Perëndisë me këngë, adhurimi i Perëndisë në këngë është shumë esencial për çdo besimtar. Nuk di se keni menduar ne, po Agustini diku ka shkruar që kur neve adhurojmë Perëndimin me këngë, është sikur neve lutemi 2 herë. Pra aq shumë ndikim ka aq shumë ndikim ka të adhuruar të Perëndisë, pra të kënduar ndaj Perëndisë, të lavdëruar Perëndisë në esencën tonë, në qenien tonë. Në adhurim neve krijojmë bashkësi. Dhe kjo është ajo që është shumë e rëndësishme. Ne krijojmë bashkësi si vertikale në lidhje me Perëndin, por krijojmë bashkësi po ashtu edhe vertikale, edhe horizontale, kur neve mblidhemi së bashku, për shembull sa pyetje për pjesën me kishën, neve çdo të diel, neve mblidhemi si besimtar, si kish, neve mblidhemi për të adhuruar Perëndin, dhe adhurimi merr forma të ndryshme. Adhurimi është nëse ne lutemi ne adhurojmë Perëndin, por nëse neve këndojmë, neve adhurojmë Perëndin, nëse neve ndajmë nga fjala e tij, lexojmë apo dëgjojmë fjalën e Perëndisë, neve jemi duke adhuruar Perëndin. Nëse ne marrim pjesë në darkën e Zotit, që ne quajmë marrje nga buka pamaja dhe nga fruti i ardhisë, nga vera që janë sërish simbolika tona që neve jemi duke i bindur Perëndisë, duke adhuruar atë. Por me këngë, kur neve mblidhemi së bashku, nuk di nëse keni përjetuar ndonjëherë, por kur një kor mblidhet së bashku për të kënduar, çfarë fuqie jep, çfarë melodie jep, çfarë dridhje jep. Tjetër të qenit së bashku jemi më të fortë në Krishtin. Po, edhe akoma më shumë duke mbledhur së bashku, ne mund të edhe akoma më shumë inkurajojmë njëri tjetrin, nëse neve jemi mbledhur të gjithë së bashku një. Pra, nga shumë neve bëhemi një në sinkron me Perëndin, një trup i vetëm. Dhe Bertin, ti e babai i 3 vajzave të mrekullueshme. Faleminderit. Gjithashtu punoni shumë i bekuar vërtet. Punoni me fëmijët në kish, me të rinjt, prandaj dua të ta drejtoj këtë pyetje për të ndarë pse jo edhe më tepër një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur se çfarë roli luan familja gjatë Krishtlindjes, meqense jemi në Krishtlindje, në transmetimin e vlerave të krishterë tek brezat e rinj. Ta solla në këndvështrime të ndryshme. Ka shumë realisht ka shumë anë që mund të mendojmë, mund ta kapim këtë pyetje, por unë dua që gjithmonë në sa flas do të jem sa më praktik edhe realisht real, jo thjesht shumë teorik, por duke folur si janë gjërat dhe si duhet të jenë gjërat. Familja në fakt është shumë e rëndësishme. Nëse ka një institucion të rëndësishëm në botë dhe që Perëndia në fakt e ka themeluar, është institucioni i martesës dhe është familja. Dhe familja, nëse e mendojmë me gjëra, familja është edhe institucioni që është duke u sulmuar shumë në ditët e sotme, nga çdo anë. Qoftë në përkufizimin e familjes, qoftë në parimet që e mbajnë së bashku me familjen, qoftë në ligjet që janë ndaj mbrojtjes apo rrënimit apo rrëzimit të familjes, edhe duke folur shumë gjëra të tjera. Por ne e dimë shumë mirë që familja realisht ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në formimin e identitetit, në formimin e atyre ritualeve apo zakoneve të mira, edhe në familja si një lloj trampoline, sidomos për fëmijët, sepse përmend edhe pjesën si baba. Familja për mua është edhe prindërit janë ato trampoline që mund ta nxisin, mund ta shtyjnë, mund ta ngrenë lart fëmijën për t'i dhënë një të ardhmë sa më të mirë, sa më të ndritur, ose mund ta shtyjnë për ta hedhur në një mal me trazira, në botë me shumë gjëra, me shumë shqetësime dhe strese.
Kështu që familja është altari i parë i formimit të karakterit, por akoma më shumë familja është altari i parë i formimit shpirtëror të çdo individi. Sepse secili prej nesh kemi marrë një bazë, kemi marrë disa praktika, disa modele të mira që na kanë ardhur ndërsa ne jemi rritur nga tradita, nga familja jonë. Madje edhe në Bibël, për shembull, në ligjin e Përtorirë na thuhet që autori Mojsiu i nxit popullin e Izraelit, i thotë që mësojeni këto gjëra, mësojeni këto fjalë, mësojeni ligjin fëmijëve tuaj, që ata pastaj duke u rritur të mësohen me fjalë, të mësohen me të vërtetën, edhe të ecin me të vërtetën. Krishtlindja është një moment që na jep në mundësi të veçantë që të ndalemi, edhe pse jo, edhe të mësojmë fëmijët rreth domethënies së vërtetë të Krishtlindjes. Edhe jo, për shembull, mund të dëgjojmë ndonjëherë disa urojnë gëzuar Krishtlindjet. Kështu edhe në këtë lloj gjë të vogël që më thuash një të, por që realisht ka domethënë të madhe, sepse Krishti është një. Krishtlindja, pra lindja e Krishtit është një. Kështu gëzuar Krishtlindjen, ne festojmë lindjen e të vetmit. Gëzuar ditëlindjen, jo ditëlindjet. Saktë, gëzuar ditëlindjen, tamam. Ne festojmë lindjen e të vetmit shpëtimtar të birit të Perëndisë, të Jezus Krishtit. Familja është që mund të na i mësojë këto gjëra, duke lexuar ndoshta edhe historinë e lindjes së Jezusit për shembull. Kjo mund të jetë një kohë e mirë ku ne si familje mund të mlidhemi, mund të lexojmë nga Ungjilli Mateut, nga Ungjilli Markut apo nga Ungjilli Lukës, që flasin specifikisht për rrethanat, për kohën edhe për mënyrën se si ka lindur, si Perëndia ka sjell në jetë shpëtimtarin. Familja krijon tradita, apo krijon zakone që formojnë karakterin. Një lutje e thjeshtë për shembull para një vakti ushqimor mund të mësoj fëmijës idenë e falënderimit, të mirënjohjes, që çdo gjë që neve kemi dhe jemi është nga Perëndia dhe vjen nga ai që na sjell nga hati dritave, na thot për shembull Jakobi që çdo dhuratë e mirë na vjen prej tij. Apo momente të vogla ku neve mund të mblidhemi me fëmijët tanë, ku ne mund të diskutojmë, mund të ndajmë, mund të flasim, mund të kemi biseda, po them, jo të strukturuara, por biseda normale ku ti kuptojmë, të na kuptojnë, të ndajmë ata, të pyesim çfarë, se ata kanë pyetje që është mirë është të marrin përgjigjet nga ne si prindër dhe jo jashtë. Dhe sa më mirë është, sa më të sigurt të jenë duke qenë të dëgjuar në shtëpi, akoma më të sigurt do të rriten edhe më të përgjegjshëm do të rriten në të ardhmen. Familja gjithashtu përçon ndër breza pra idenë se Krishtlindja nuk është thjesht për shembull një konsum ku thjesht marrim dhurata, ku thjesht bëjmë festa, party, kaq, por familja mund t'i mësojë shumë mirë, prindërit mund t'i mësojë shumë mirë fëmijëve që idenë që Krishtlindja është një karakter. Edhe këtë fëmijë mund ta marrin jo thjesht nga çfarë thot babi dhe mami, por nga mënyra si jetojnë babi dhe mami. Pra si i përdorin ata parat, si flasin, si falin, pra janë gjëra praktike që tregojnë shumë, që flasin shumë më shumë se sa një predikim i madh. Patjetër, edhe jo vetëm në një periudhë si kjo përgjatë vitit, por në çdo moment. Po, në çdo moment, tamam se kjo mund të jetë kjo mund të jetë për një pjesë të mirë prej nesh, kjo mund të jetë një nisje e mirë i një rrugtimi të gjatë. Se ja. Po. Në këtë Krishtlindje. Se fëmijët mësojnë që dashuria e Krishtit nuk është teori, por është një përditshmëri. Shkëputemi vetëm për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, duke qenë se ne folëm edhe së bashku në lidhje me rëndësinë e adhurimit Perëndis në forma të ndryshme, po pse jo edhe përmes këngës. Ju ftoj të ndiqni në këto momente Petrina Kaleveshi me këngën I këndoj dashurisë tënde dhe rikthehemi vetëm pas pak me Berti në studio për të ndalur tek diçka e fundit. Dashurin që zbriti I këndoj dashurin
dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, dua të hedh valle. Është marrëzi e di, kur bota dritën të ketë parë, do të shkërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, 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 I këndoj dashurisë tënde. I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studion e programit Music Plus për të ndalur në këto momente edhe tek diçka e fundit së bashku me Bertin në puntatën e ditës së sotme. Dua të ndalem tek një pyetje e cila besoj që gjithsecili prej nesh mund të reflektoj, pse jo, sidomos përgjatë këtyre ditëve. Prandaj Berti, si është lidhjen midis dhuratave materiale? Që është e bukur, patjetër ne I shkëmbejmë me shumë dashuri dhe kënaqësi me njëri tjetrin, sidomos në këtë periudhë feste, dhe dhuratës më të madhe shpirtërore e lindjes së Jezu Krishtit. Faleminderit edhe për këtë pyetje, sepse vërtet ka shumë parime të mëdha të vërtetë që mund të marrim për këtë. Ne kemi një thënie ku që thotë që edhe mbreti I pranon dhuratat. Atë ka dëshirë të marrë dhurata. Kështu që dhuratat çdo njëri prej nesh E përdorim kaq shpesh. Po, e përdorim shpesh dhe ndoshta jo thjesht si justifikim, por dhe si të vërtetë, sepse realisht të gjithë na pëlqejnë dhuratat. Nuk ka njeri në botë, ndoshta do të ishte nëse të dishi personi I tillë, ndoshta do kishte nevojë për ca këshillim nga ana si punoj social pastaj. Në aspektin profesional. Po, në aspektin profesional, por që realisht çdo njeri I pëlqen dhuratat dhe është mirë që të marrin dhurata. Sepse në fakt edhe dhurata tregon madje për teksa më vjen në mendje tani edhe një autor, Gary Chapman për shembull, ka bërë një libër 5 gjuhët e dashurisë. Edhe një prej tyre është dhënia apo marrja e dhuratave. Kështu që dhurata në vetvete është një tregues I dashurisë. Është i tregues I dashurisë, patjetër që nëse bëhet me gjithë zemrën, nëse bëhet me sinqeritet, gjithë gjërat që vijmë raport, por që dhurata e sinqert është i tregues që unë po mendoj për ty, unë kam menduar për ty. Apo ti ke menduar për mua nëse unë marr një dhuratë. Në këtë sens kur mendojmë akoma më shumë edhe nga ana shpirtërore, kur ne festojmë Krishtlindjen, neve realisht ndalojmë dhe mendojmë që Perëndia na ka dhënë një dhuratë shumë të madhe. Perëndia na ka dhuruar birin e tij. Unë këtë vit jam I përfshirë edhe në një projekt që është Samaritan's Purse, që lidhet duke qenë ndërlidhur edhe me organizatën ndërkombëtare, që për Krishtlindje ne kemi marrë një sasi kutish pakosh të vogla për fëmijë të moshës 2 deri në 14 vjeç, edhe kemi duke I dhuruar fëmijëve të ndryshëm në qytet, në fshatra, kudo faktikisht në rajonin e Korçës, edhe me partnerë të ndryshëm. Po një nga gjërat që vite me ato pak është një libër I vogël që është dhurata më e mrekullueshme. Edhe që flet faktikisht për që dhurata realisht më e mrekullueshme për te se pakuja fizike është dhurata që Perëndia na ka bërë duke ofruar birin e tij. Edhe jo vetëm kaq, por Perëndia, gjëja tjetër që Perëndia bën është që ai është gjithmonë me ne. Edhe në kuptimin e emrit të Jezusit Emanuel, që është quhet ndryshe, do të thotë që Perëndia me ne. Edhe Perëndia, sikurse nisi nga fillimi, Perëndia u mëshirua në Krishtin, duke na treguar që ai na do aq shumë sa ai erdhi na vizitoi, dhe nga krau tjetër, edhe kur ne ishim në errësirë, kur ne ishim në padije, Perëndia na tregoi dashurinë e tij për të na sjell dritën e tij, edhe duke marrë dritën e Krishtit, neve mund të dalim nga errësira jonë, mund të dalim nga ato
monotoni, duke dalim nga ajo gjërat fokusi I jashtëm I gjërave materiale për të shkuar sërish tek pjesa që është më e rëndësishme, tek pjesa shpirtërore. Dhe dhurata më e madhe që ne mund të bëjmë, patjetër që ne mund të edhe është mirë që ne të japim dhurata të afërmeve, familjarëve, po ndoshta edhe dikujt që pse jo mund të kemi mendim të mirë ndaj edhe dikujt që nuk është pjesë le themi e rrethit tonë të ngushtë. Por dhurata më e madhe që realisht ne mund të japim është koha jon, vëmendja jon, është nga vetja jon. Ne mund të japim ndoshta dhuratë mirë mund të ishte në këtë periudhë për shembull falja. Nëse ne kemi pas dikë që kemi pas një shqetësim apo kemi pas një mëri, një inat, një zënk, ndoshta mund të jetë koha sot që mund të themi ndoshta do ishte mirë që ta lë. Ndoshta do ishte mirë që të jap këtë dhuratë, ta fal. Ndoshta mund mos e meritoj, por unë do ta bëj. Në fakt këtë bëri Perëndia për ne. As ne nuk e meritonim. Pikërisht. Këtë bëri Perëndia për ne. Edhe kur ne nuk e meritonim, madje Bibla thotë kur ne ishim akoma armiq të Perëndisë, Perëndia dërgoi birin e tij, të zhytur në mëkat. Perëndia dërgoi birin e tij për të na ofruar faljen, për të na ofruar shpresën, për të na ofruar një mundësi të dytë apo të më shumë se sa të dytë, për të na treguar që dashuria ofron, dashuria jep. Edhe jo thjesht anë materiale, por akoma më shumë ajo që është më e rëndësishme. Dashuria mbush atë boshllëkun shpirtëror që secili prej nesh ka, edhe kjo mbushet vetëm duke I besuar dhe duke ndjekur dritën e Krishtit në Perëndinë. Duke qenë se po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi shprese, inkurajimi dëshiron të ndash me gjithë ata që janë duke në ndjekur në ditën e sotme në këtë vigjilje të Krishtlindjes? Mesazhi I parë do të ishte që Perëndia nuk harron asnjëri. Askush nuk është I përjashtuar apo askush nuk është I harruar nga Perëndia. Nëse dikush mund mendoj që po Perëndia nuk do të mendonte për mua, realisht Bibla na mëson që Perëndia do të vinte edhe sikur vetëm unë të isha apo sikur vetëm ti të ishe I humbur apo e humbur, Perëndia do të dërgonte dhuratën e tij të madhe, birin e tij, shpëtimin e tij vetëm për mua, vetëm për ty. Nësa Jezusi tregon shëmbëtyrën për shembull të dramisë së humbur, apo të djalit prankprishtës, apo të atij bariu që I humb një dele dhe I lë thotë 99 të tjera për të shkuar për të kërkuar atë një që kishte humbur, edhe pastaj kur e gjen thotë gëzohet edhe ka festë të madhe jo vetëm në tokë por edhe në qiell. Kjo festë është fakt për çdo shpirt, për çdo njeri që do të zgjedhë ti besoj ungjillit, ti bindet ungjillit dhe të jetoj me ungjillin. Dhe specifikisht ungjilli është Krishti. Jeta e tij, lindja e tij, vdekja dhe ringjallja e tij. Kështu që shpresa që ne kemi nuk bazohet thjesht në rrethana, por bazohet në karakterin e Perëndisë, bazohet në dashurinë e Perëndisë. Kur Perëndia njoftoi për lindjen e birit të tij, lindjen e Krishtit, angjëlli që ju shfaqet madje disa barinjve nëse kujtoni historinë që është në Ungjillin e Lukës, ju thotë atyre që mos keni frikë. Edhe kjo është një gjë që edhe ne mund të marrim sot që kur ne I besojmë Krishtit, frika e jashtme bie. Krishtlindja është shuarja e frikës përmes pranisë së Perëndisë. Së dyti do thoja që mesazhi I dytë është që çdo errësirë ka një agim. Kur ne ishim në këtë errësirën tonë më të madhe shpirtërore, Perëndia dërgoi agimin e tij, Perëndia dërgoi dritën e tij. Kështu që ndërsa neve sërish themi tek mënyra se si neve festojmë Krishtlindjen me gjithë dritat që janë përreth nesh, shumë ngjyrshe, me pemën, çdo gjë tjetër dritë së jashtme, dhe mendojmë që Perëndia ka dërguar dritën e botës për çdo njeri prej nesh. Që duke besuar atij, neve mund të ecim në të sigurt në rrugën e jetës. Charles Wesley ka shkruar që drita e qiellit zbret dhe e mbush botën me paqe. Dhe kjo është e drita që është e vlefshme edhe sot për secilin prej nesh. Së fundmi do thojë që Krishtlindja është fillimi I diçkaje të re. Perëndia shpesh fillon punët më të mëdha, ndoshta në vende më të vogla. Ashtu sikurse filloi edhe me lindjen e Jezusit në një vend të vogël në Betlehem, madje në një grasht. Por ama ju dini sot që Krishti fakt këtë krishterët janë kudo në botë. Atë që Krishti Perëndia nisi me një dritë vogël apo me një vend të vogël, tani është kudo mbar dhe vazhdon dhe të vazhdoj ndarja e mesazhit të Krishtit derisa Krishti të vijë sërish. Kështu që kjo na bën që të mos humbim shpresë, sepse ai që filloi një punë të mirë do ta përfundojë thotë pali deri në ditën e ardhes së Krishtit. Kështu shpresa e Krishtlindjes është se Zoti është me ne. Kjo Emanuel është që secili prej nesh ka një mundësi, ka një të ardhme të plot, të sigurt, nëse
ne do t'i besojmë jetën tonë Perëndis. Berti, ka qenë një intervistë, një bisedë, do ta quaja, shumë e veçantë, dhe të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që këntar, për mesazhet që kishe përgatitur dhe edhe për gjatë bisedës sonë. Kemi folur jashtë mikrofonit që kanë qenë mesazhe zemre, e vlerësoj vërtet shumë. Turoj gëzuar Krishtlindjen dhe shumë bekime në familjen tënde, në shërbesën tënde dhe në gjithçka që jeni duke bërë. Shumë faleminderit Kelada për ftesën, edhe ishte kënaqësi të isha midis jush, edhe ju uroj të gjithë dëgjuesve të Radio Emanuel, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri, edhe Zoti t'ju bekoj fort në çdo gjë që ju bëni. Të falenderoj. Ne përfundojmë bisedën tonë në studio në këtë momente, shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë, vjen Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure. Rikthehemi së bashku vetëm pas pak, miq.